Zoti Berisha e shoqëruar nga zoti Noka, zoti Boçi, të tjerë deputet dhe eksponent të lartë të Partisë Demokratike që tashmë marsi i bashkohen protestuesve të tjerë dhe nisin marshimin në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit për t'u bashkuar dhe mirat të tjerëve që kanë mbërritur tashmë në përpara selisë së kryeministrisë, ku do të përshëndrohet prapë kjo protestë sotme, ku nuk do të ketë sërish fjalime, apo jo Marsi, nuk do të ketë fjalime, nuk ka një foltore aty. Po Armela, ashtu si kundër në protestën e parafundit, pra jo në atë protestë para parlamentit ku shqyrtua çështja Balluku, por në protestën e parafundit kombëtare ku kishte një protestë marshim pa fjalime politike, por vetëm me akte dhe marshim të qytetarëve, tillë do të jetë dhe protesta e ditës së sotme, megjithse nuk ka skenar të mirë përcaktuar. Nga ajo se çfarë kemi mundur të mësojmë qoftë edhe me komunikime që kemi pasur me përfaqësues të Partisë Demokratike, është se do t'u lihet në dorë qytetarëve për të vepruar ata të lirë dhe për ta marrë ata në dorë revoltën e ditës së sotme, por dihet që do të ketë një ndalesë fillimisht në bulevard përballë kryeministrisë, ashtu si kundër ka ndodhur herën e fundit, ndërkohë që do të ketë më pas një marshim drejt godinave të tjera të qytetarëve. Se si do të rrihet më pas protesta, apo cila do të jetë skenari, do të zbulohet në mënyrë koherente nga përfaqësues të kësaj force politike, ndërkohë që nga pamjet e drejt për drejta shuajmë edhe ovacionin dhe thirrjet e qytetarëve të cilët pritën me ovacion e liderin e opozitës Ali Berisha për të marshuar drejt bulevardit, së shoqëruar me deputet, me eksponent të lartë të kësaj force politike, po ashtu si kundër e përmenda edhe më herët, do të jenë edhe përfaqësues të tjerë të forcave të tjera opozitare që i bashkohen protestës së ditës së sotme. Ndërkohë në krahun tjetër të ekranit shuajmë edhe pjesëmarrjen e qytetarëve përpara kryeministrisë, ka aty të moshave të ndryshme, duke përfshirë edhe fëmijët, zonjat, pra vajzat dhe gratë, të cilët qytetarë të ndryshëm cilët janë bashkuar tashmë kësaj proteste thirrjes së opozitës për të zhvilluar protestën e radhës kombëtare përpara selisë kryeministrore. Nuk dihet Marsi nëse do të ketë pastaj marshime apo për shembull një ndalesë në institucionet kryesore, nuk e di mas këtë detaj. Marse, besoj më dëgjon tani se pati ovacione dhe shpesh herë vështirësohet komunikimi. Po thoja nuk dihet nëse do të ketë thjesht qëndrim para kryeministrisë apo edhe marshim sot. Nuk mund ta saktësojmë ende këtë detaj apo jo? Dim që do të ketë marshime, por secila do të jetë institucionet në cilat do të marshohen, kjo është ende pa qartë, por që do të ketë marshime të paktën e kanë konfirmuar edhe përfaqësues të Partisë Demokratike. Shumë e rëndësishme simbolika e sotme Marsi, në 34 vjetorin e zhvillimit të zgjedhjeve të para pluraliste në Shqipëri. E vërtet, pikërisht në vitin 1992, 22 marsi ato kohë ku mbajtën zgjedhjet e para pluralistme dhe ku Partia Demokratike erdhi në pushtet për të përmbysur një regjim diktatorial, lideri i opozitës Ali Berisha në mesazhin e tij hoqi vija paralele mes asaj periudhe 22 marsit 92 dhe me vitin 2026, këtij 22 marsi ku po mbahet protesta e sotme, ku sipas tij shumë gjëra kanë ndryshuar në raport me Shqipërinë, por regjimi vazhdon të jetë diktatorial. Sipas zotit Berisha, Shqipëria po përjeton një diktaturë të dytë dhe simbolika e 22 marsit e zgjedhjeve të para pluraliste që sollën edhe tranzicionin në Shqipëri duhet të shërbejnë si një frymëzim për të gjithë qytetarët që të ngrihen, të protestojnë për të larguar atë që e cilëson si e keqja më e madhe që ka ndodhur vendit, regjimit kreu të qeverisë Edi Rama, duke cituar kështu të gjitha skandalet e fundit që kanë përfshirë qeverinë, duke u ndalur veçanërisht tek çështja e Velida Ballukut, sigurisht pas asaj çfarë ndodhi